Pse? Kur nuk ka ndodhë kjo? Që të kapet duke vjedhur. Që t'i dalin dokumentat duke vjedhur. Dhe ka 3 muaj që manë vendin peng dhe nuk i heq imunitetin. Nuk heq imunitetin asaj që ka të regjistruar 300 apartamente. 15 markete. 2-3 vila në Durrës, nga më falin Dërmi. Pa llogarit çfarë kanë në Greqi dhe në vende tjera. Dhe para 2 ditësh u tha ju secilit për ju dhe çdo shqiptari që kjo ka bërë punë të jashtëzakonshme. Ajo ka bërë vjedhje të jashtëzakonshme, sa në historinë e Shqipërisë nuk ka njëri të ketë vjedhë sa ajo në emër të Edi Ramës. Tani, vjen një moment që çdo njeri do të shtroj vetës pyetjes, çfarë do bëj? Do pranoj që këta njerëz të cilët janë në pushtet për të më mbrojtur nga vjedhjet, këta njerëz që janë në pushtet për të më krijuar shërbimet më të mira me taksat që jap, këta njerëz që janë në pushtet për të garantuar të drejtat e mia, këta njerëz tani bëjnë ligjin që të më vjedhin çdo ditë dhe të qëndrojnë mbi ligjin. Të tillë nuk e ka bërë kush kurrë. Nuk ka guxuar kush. Nuk kam dëgjuar kur që të ketë qeveri e cila pasi të kapet hajdute të bëj ligjin që nuk mund të kapet. Kjo është një lloj, si të themi, se vjedhja nuk është krim. Se vjedhja është legjitime, vjedhja nga qeveritarët. Atëherë të shtrojmë pyetjen. A mund të presësh? A mund të presim ne nga kjo organizatë kriminale, nga ky kryetari kësaj organizate kriminale, a mund të presim ne zgjidhje miq? Ne përkundrazi, çdo ditë që kalon, më keq për ne bëhet. Dhe ne kemi vetëm një rrugë, të përballemi dhëm për dhëm ta nxjerrim nga pushteti. Merri ju ky ju konsideron qytetarin, më falni për shprehjen, por ata e përdorin ndonjëherë huj të kuq. Njerëz që s'kan mendje, njerëz që s'arsytojnë. Po si mund të thotë, më falni, ka bërë të gjithë fushatën e bëri me integrimin evropian. U tha që në 27-ën, në 28-ën jemi në Bashkimin Evropian. Tani thot jo. Tani thot nuk ka nevojë të shkojmë aty. Merr dhe Vučićin si dëshmitar dhe i bëjnë letër. Pa do lejojmë ne të përcaktojnë fatin ton kriminal si Edi Rama dhe Aleksandar Vučić. A do lejojmë ne që të mbyllin ata dyert e Europës për ne kurrë kurrës. Ky po doj të shkojnë në Beograd. Atje dhe atje do e kapim, dhe atje do e gjejmë. Po ne rrugën e Europës nuk na mbyll dot njeri. Imagjinoni, për çfarë është Durrësi? Durrësi në shekuj ishte kryura e kombit me prendimin. Dhe tani që po esnim, tani del ky thot jo, do mbroj vjedhjet e mia. Nuk kam punë me standardet e Europës. Kur do njerë, fati i Shqipërisë nuk ka qenë kaq në rrezik. Pse? Ja u themu.
Enver Hoxha në 46-ën e ndau nga bota perëndimore. Një armik i vërtet i qenjes. Por ishin dy kampe, e vendosin në kampin e Gabur, kurse ky, ku po e nxjerr Shqipërinë nga që do ta largojë nga Bashkimi Evropian? Ku do ta çojë? Me Serbinë? Ku do ta çojë? Ky Shqipërinë do ta shtrojë në çiftlikun e tij për ta vjedhur çdo ditë. Ndaj dhe ne do t'i përgjigjemi këtij me guximin më të fuqishëm, me zemërimin më të fuqishëm, dhe ne do të argëzojmë këte miq. Shtina është e demokracisë, e demokratëve, s'është e diktatorëve. Djem dhe vajza vrau Ajutullah Khomeini në Teheran para një muaj apo 2 muajsh. Nuk tha një fjalë të vetme për ekzekutimin e tij. Pse nuk foli? Kompleksi i diktatorit. E ndjen në shpirt se është si ai është diktator. E ndjen në shpirt se koha për të nuk po punon. Por edhe ne tani, ne nuk presim të vi as Amerika, as kush tjetër, ne jemi mirënjohës dhe duhet jemi shumë mirënjohës. Edhe ju e dini që unë e bëj me gjithë zemër mirënjohjen, ndaj miqve që erdhen i thanë që në qofë se mron Belindër, ti me ne s'ke punë më. Se nuk mundet që ne të pranojmë një qeveri e cila del mbi ligjin, mbi kushtetutën për të vjedhur. Ja thanë Gjermanët. Në miret e grupit i shpalli armiq. Lera tha, ata kanë bërë të këshia shumë, thane. Në kanë dhënë 1 miliard e 500 milion euro ndihma në të gjithë Shqipërinë. Edhe këtu ndihmat e tyre janë ndjerë, i kujtoj si sot. Po kështu, vendeve tjera, atër jo, sa do të mbylli shtinë e dyrë të Europës, do të mbyllim ty në qelije dirama, e ta them haptas. Ti do shkosh në burg. Po. Dhe